Zhvillimi i vrullshëm i sektorit të turizmit dhe nevoja për specialistë të kualifikuar kanë sjellë hapjen e një programi të ri studimi në Universitetin Fanoli. Duke nisur nga viti akademik 2026-2027, Fakulteti i Ekonomisë do të ofrojë programin Master i Shkencave në Turizmi Smart dhe Zhvillimi Rajonal, një program i konceptuar për të përgjigjur kërkesave të tregut të punës dhe zhvillimit të qëndrueshëm të sektorit. Duke qenë se ka qenë një bashkëpunim shumë i frytshëm midis tre departamenteve të Universitetit Fanoli, Departamentit të Marketing Turizmit, Agroushqimit dhe Histori Gjeografisë, për të kontribuar në një master e cila ka qenë një kërkesë e tregut. Kemi bërë takime të ndryshme me aktorë të ndryshëm, me institucione publike dhe private dhe ka qenë se një domosdoshmëri hapja e një masteri të tillë, duke pasur parasysh që edhe turizmi është një prioritet i rajonit të Korçës. Programi është hartuar në përputhje me tendencat më të fundit të zhvillimit të turizmit dhe kërkesat e tregut të punës. Zhvillohen shumë aftësitë për përdorimin e teknologjive moderne, bën të mundur për promovimin e zhvillimit rajonal, përmirëson normalisht konkurrencën e destinacioneve të ndryshme turistike, po normalisht përgatit edhe drejtues, ekspertë, duke nxitur dhe kërkimin shkencor dhe inovacione, sepse edhe kërkimi shkencor është një pjesë shumë e rëndësishme e mastereve shkencore. Universiteti Fanoli vijon të zgjerojë ofertën akademike me programe bashkëkohore që krijojnë mundësi më të mëdha punësimi dhe i përgjigjen nevojave të zhvillimit ekonomik të rajonit dhe vendit.